Sot jemi mbledhur këtu me zemra të rënduara nga dhimbja, por dhe me ndërimin më të madh për jetën dhe veprën e njeriu të urtë, një prindi shembullor, një miku të rrallë dhe një adhetari të palitundur Basit Hagjehoqi. Vërtet është vështirë ta pranojmë këtë prindje. Me një brend të thellë, me një dhimbje të heshtur, që nuk ka fjalë për ta përshkruar, me një mall që di se shpirtin e tij çdo ditë e mëshon. Basazhe, është një baba, por një simbol e paftueshme e familjes Hoqi. Ai ishte njeriu që përjetoi padrejtësinë më të madhe, jo vetëm si një shqiptar që për dekada u rrit dhe jetoi në shtypje, por si baba që pati binin e tij nga luftarët dhe udhëheqësit me të shtuar të qërimit dhe shëndërtimit të Kosovës, të mbajtur padrejtësisht në burg, larg familjes, larg popullit, larg atyre për të cilën dha gjithçka. Por për të gjithave, Basazhe ishte një baba i dhëmshëm, një prind që jetoi në krenari për djalin e tij, Hashimin, por një dhimbje të pashërueshme për padrejtësinë që është bërë atij. Sa herë përmend Hashimin dhe shokët e tij, në sytë e tij ndryshonte krenaria, por dhe një dhimbje që vetëm ai mund ta ndjente. Prandaj, largimi i tij nga kjo jetë nuk është thjesht një humbje për familjen e tij. Për të gjithë ata që patën fatin ta njohin, ta dëgjojnë e ta ndjejnë grotsinë e fjalës dhe mençurisë së tij. Në çdo bisedë me të, unë ndjeja urtësinë dhe pikurinë e një njeriu që kishte parë dhe përbuar shumë në jetë, por që asnjëherë nuk e kishte humbur besimin. Edhe në momentet më të tjera, kur dhimbja për Hashimin e shokët e tij e gërinte për brenda, ai nuk lejonte dëshpërimin të triumfonte mbi shpresën dhe drejtësinë. Molli dhe vojtjet e Basazhe, nga padrejtësia ndaj Hashimit dhe shokëve të tij, u bën të padurueshme kohëve të fundit. Por ishte pikërisht molli dhe dëshira e tij si baba për ta parë edhe një herë për së gjallit e birën e tij, heroin tonë të gjallë, presidentin zotin Hashim Thaçi, ajo që mbante larg vdekjen këmbgulse. Kështu e ndodhi. Zoti ja plotësoi të dëshirët e fundit, edhe vetëm për disa. Atë ditë, kur me në fund e pa të birën e tij, sikur donte të thoshte, tani mund të shkoj në qiell. Ishte si një përqafim i fundit, një lavdëmir e pashprehur, një bekim i heshtur. Vetëm pasi ja lehtësuan shpirtin ato pakuar me birën, ai u dërzua në paqen e përjetshme. Basazhe, ju largove, por emri yt, urtësia jote dhe shembulli yt të jetojnë për në kujtimet dhe zemrat tona. Nuk do të harrojmë kurrë forcën tënde, durimin tënd dhe dashurinë tënde për familjen, për ne, për Kosovën. Sot përcjellim në amshim, të themi me lëp në sy, por me krenari të madhe, të qoftë dheu i veti Kosovës vjetë, dheun e paqë, sepse nuk do të harrojmë kurrë. Lavdi jetës dhe veprës sate. Faleminderit.